deri me loja e krevetit. Loja e krevetit ka zjat deri me 14 shkurt. Më thoni sa i bie. 20 dhjetor 14 shkurt. Ajo ditë ka qenë vetëm ime edhe jote. Po pra. Ne dy kemi pas pranë. Gati 2 muaj. Po ha pra. Gati 2 muaj. Po pra 60 ditë thash unë tani, ha. Duken pak 50 ditë, të duken pak. 56. 56, ha, nuk është 60, është 56. 56. Gjysma pra e bikut. Çfarë doni më ju? Edhe vazhdo pra. Edhe vazhdo akoma për të zgjuar. S'kem flet akoma bash. Pastaj erdhi radha e Lores Figu Lore. Pse s'flet bash për shkak. Vazhdo prapë. Të gjithë të dy e bu kamerën po blet. Tash sot kanë pa me këtë zgjohet kjo goca. Ky çift me këtë zgjohet. Po pra ne po them pra, automatikisht kjo s'ka dis për me lyp lojën, sepse kjo ka dështu. Ka hangër presionin ton, që është i drejt presioni jonë. Ka hangër presionin ton dhe kjo automatikisht Shqipëria thot të rrugës janë kot. Këtë ka pra, a disa na kanë imunë që s'kan këtë ka valla. Dgjoj, fletin me krevat. Nuk e mohoj. Fletin me një krevat. Kanë imunë faktin që s'kan këtë ka. Për lojë. Dakor? Se tanë Shqipëria me të që kanë pas të gjesi fal. Shtatë gjys kur janë zgju. A janë zgju me kamera ka shu direkt kravatin me këtë Po zgju. lëre më të fleti. Po dgjoj, fleti me mua për lojë për aq ditë. Po fleti, ishim në kravat. Tani vjen, shkon dhe martohet me të dashurinë e saj, sa e ka pranu dhe nuk fleti me kravat. Çfarë ndryshimi ka? Jo më pyesni më. Ja, po ta them pra fejku për çfarë thon ta. Kjo pra është fejku ndjenjat për mirë. Nuk e konsideron më fut me një mashkull tjetër këtu. Shtyra vet jashtë. S'është e vërtetë. Familjar që thonë ngelet u futen për krevata me po, nuk e bën ajo. Kjo pra është logjika. Do të bie poshtë sulmet e mia, po si të futem krevat me tjetër. Sulmet e mia, sulmet e mia. Se kundërshtimi për karakterin e saj. Kundërshtimi këtyre e vjen tamam në ndërgjegjat. Asaj nuk i është ngretur jeta për i ka rënë loja. Tu jam unë. I është ngretur jeta, i ka rënë loja. Ka rënë më loja, ka rënë. Se ajo ka nebe mu për lojë. Këtë gjë ajo pa. Ishte Queen për lojë. O mirë, shkojte jeta, vazhdo me jetën, më thash unë dil për jashtë. Një vajzë 23 vjeçe do ta kenë çmendurinë për dashurinë, çmendurinë në sensin që ajo do ta jetoje në maksimum. Ullu në krevati, pëse po i del prap tani me burrin e dytë në krevat, që s'ka asnjë të keqe. Por Selin, duke pas shumë, e ka mazi brikena nuk është as pak, si do mu shqit Selin dhe publiku shqiptar. Do të them dhe një gjykim për Si një Gimbon? engjëll, sigur është shqit për 30 prajme. Do të them një gjykim për Gimbon? Gimbo para se të vinte martesa, edhe 2 ditë përpara, Gimbo ka qenë jo arrogant, po ka qenë në maksimum arrogant. Se donte ta bënte këtë gjën me se s'bën. Edhe shumë znob me tjerë, shumë znob me tjerë. Gimbo s'rrite me asnjë. Nisi me Selin, vetëm me Selin. Vetëm me Selin. Shumë znob. Nuk ka Tani duket ka fort mirë me Gimbo. Se Tani ka moshën e tij dhe normale, s'ka mujt. Ndoshta dhe Tani një personazh babaxhan në shtëpi. Se Gimbo kurse Gimbo me tjerë shumë znob e di. Çika jote dhe ti thashun çfarë punë ke ti? Sa ta më qenë zagar. Se qa ka bërë ajo? Shurrat nuk e hellë jashtë, sa dalë. Qa ka bërë ajo me i thash këshu në sy, qa ka bërë ajo këtu, të duhet ty mërë, por qika jeme, qika jote është tashi, i thashun me bashkim. Faleminderit, kujdes mikrofonin. Pse nuk fliti me Gimbo? Dhe kur të dalësh jashtë ba, është qika jote, këtu është në lojë kako, në lojë kam banorë përballun, do t'i them të gjitha ato që du t'i them dhe do përballet me gjitha ata që i ka përballë. Qika jote, dhe pëse është qika jote, qa problemi ka? Dilë për jashtë, merë qika, shkoni në shtëpi. Se më tha, unë, se i thash, pse ti tashi po bën lojën e Selinit dhe pse ti ankohesh për Selinin, të unë. Se është qika jeme, qika jote, para e punës, mund të jetë bom romë, edhe në vazhdim, edhe e dyta qika jote jashtë. Tu është lojtare e vla. Tu është lojtare e vla. Qatë keqit ka që thash, se jelë sytë jashtë? Për lene më mërta? Diko e punë, kapi, atë që ke thonë? Nuk me thash për vla. Ti tani do... Të shi, sot tha mu ti e qenë zagar. Kush? Gimbo. Që ti bëjën të qenë ideali? Te Rogerti, ta? Ka me i kongë bugur. Po pra. Na lu menë që burë. E kuptoj disa, pra unë me sytë e mi këtu, kam analizu, kam po shumë dinamika. Shumë dinamika. Dhe ti e me Tina të folë për gjë tjetër. Të vërtet që ajo ka ndjenja për mirë? Që jelë sytë. Unë po, unë besoj që asaj pëlqen mirë. Po.
E di si ndryshon ajo me shumë të beton. Ti pse nuk e kundërshton këtë gjë ku kjo? Atëre. Patjetër si e kundërshton Ta mua. them unë. Po ky s'do mbinte mua. Na çmena burr. Po ky s'do binte mua. Put on the road, po. Sepse ti e di që kjo gjëja i bi rënd asaj. Atëre. Po kur mbita ajo gjëja mua rënd, ç'a bënte zonjusha? Me krenari, ma thuçi ç'a bënte? Ma thuçi kur ma bënte Mateo?